Sot do shikojmë një program që shfaq një menu dhe nga kjo menuja do zgjidhim diçka dhe do na jap disa informacione rreth sistemit. Atëherë fillojmë mikro menu.sh. Do ta çojmë menu të programit menu.sh. Do bëjmë thurje të çupice /bin/dash. Tani menun ne do ta shfaqim me këtë komandën cat. Cat dhe kjo është një lloj shenje e drejtimit që repetojmë standard input. Pra, standard input, komanda cat nuk do ta lexoj nga tastiera, por do ta lexoj nga rreshat që vijnë poshtë kësaj. Rreshat që vijnë poshtë kësaj i merr si standard input. Derisa të ikë rreshti që ka të njëjtën fjalë në një rresht tjetër. Atëherë këtu faktikisht kjo EOF nuk shëhet që tjetë EOF, mund tjetë edhe një që tjetër. Për shembull, e pyetëtivun, po i vë të vizat poshtë, po duhet që edhe kjo përmbusja tjetë një lloj. Domethënë kjo këtu tjetë një lloj me këtë. Ja, unë i vura edhe këto vizat poshtë. Viz poshtë, EOF, viz poshtë. Për ta bërë si më të dallueshme. Tani këtu po lëj një rresht bosh dhe po shkruaj këtë menun A, display system information. Pika B e menus display disk space utilization. Pika C e menus display home space utilization. Dhe pika e fundit është që quick. Lëve një rresht tjetër bosh, poshtë menus, i bëj save, Ctrl C. Edhe që janë këtu? Home space. Edhe pika që quick. Lërë një rresht poshtë menus, edhe një rresht bosh para menus. Para pikës A. Bosh me këtu, Jo. Një rresht bosh këtu dhe një rresht bosh këtu. Bëj save. Edhe Ctrl C, Ctrl C. Pastaj e bëjmë të ekzekutueshme, change mode to 6. Dhe e provojmë menu.sh. Edhe na shfaq këtë menun. Në rregull.
hapim prapë që ta ndryshojmë, ta përmirësojmë. Tjetër, div/mendivision. Po, në rregull. Tani e thrasim prapë komandën mikro lart që ta editojmë. Mikro me shqet lart, mikro me menu .sh. Po. E hapim. Tani këtë komandën kap që shfaq menun, do ta fusim në një funksion dhe do thrasim funksionin. Atëherë këtu lënjëre është, domethënë aty sipër komandës kap, shkruaj të display, vis poshtë, menu. I vë këto klapat e rrumbullaka që tregojnë një funksion dhe këtu bëj fillimin e funksionit, por do ta mbyll do ta fshi atë klapën mbylluese dhe do ta vë në fund. Klapën mbylluese. Pastaj këtë kat e vendos komandën kat e vendos 4 vende bosh. Kurse këto nuk i lëviz, se po i vura këto 4 vende bosh, më dalin me 4 vende bosh kur shfaqet. Vetëm këtë, as këtë nuk e lëviz, se kjo do të jetë në fillim të rreshtit dhe do të jetë vetëm një gjë atë rresht. Vetëm këtë kat e vendos 4 brenda. Pastaj tani që përkufizova këtë menu, display menu do ta thras këtu. Display, vis poshtë, menu. Këtu bëhet thirrja e funksionit që do më ekzekutoj ato komanda brenda funksionit. Që faktikisht është vetëm komanda kat. I bëj save, Ctrl S dhe e provoj prapë. Këtu lëmë ca vende bosh, meqense janë komanda brenda funksionit. Por këto nuk i fusim brenda. Jo, këto janë ato që do shfaqen, dhe po i futëm brenda do na shfaqen me boshllëqe. Edhe këtë nuk e ndryshojmë, e lëmë siç është. Tani bëj Ctrl S, Ctrl Q edhe e provojmë. Ctrl Q dhe e nxjerrim prapë këtë / menu me shigja, do ta nxjerrim një gjë. Dakor? Po. E hapim prapë me dy shigjeta lart. Tani që shfaqim me menun, do lexojmë nga tastiera një opsion, pra ose A ose B e tjera. Pra pasi bëjmë display menu, do themi read, do lexojmë diçka, P është për prompt dhe enter, këtu do japim prompti. Enter selection. Enter selection dhe në klapa katrore them A presje B presje C ose Q. Këtu lë një vend bosh, bëj të shenjën më e madhe, lë dhe një vend tjetër bosh. Dhe këtu vendos emrin e ndryshores ku do ta lexoj. Pra, zgjedhja që do bëhet nga tastiera do duhet te kjo ndryshorja reply. Ctrl S. Dhe këtu thjesht i bëj echo reply. Echo reply që të shfaqë se çfarë ka lexuar. Ctrl S. Ctrl S. Ctrl S. Ctrl Q. Ctrl Q. Me shigjet të provojmë prapë. Tani ne këtë promptin, enter selection, A, B, C ose D, jap A për shembull, thjesht printon A.
E provoj edhe një herë, në shigjet lartë. Jap enter. Jap që. Më nxjerr qën. E provoj edhe një herë. Jap C e madhe. Më nxjerr, pa çfarë të shkruajmë aty, atë më nxjerr. Po. Ashtu. Tani nxjerrim prapë në shigjetën lartë, mikro menu pikë që të vazhdojmë punën në program. Pra, i bim ca ndryshime, ca rregullime, e testojmë, vazhdojmë prapë me ndryshime të tjera. Me ndryshime të vogla. Bëjmë ndryshime të vogla, testojmë, pastaj ca ndryshime të tjera. Se po bëjmë ndryshime të mëdha, na del një gabim, nuk e dim se ku e kemi pasur gabimin. Po bëjmë ndryshime të vogla, na del një gabim, e dim që gabimin e kemi të gjërat e vogla që Gjithanisht do të push gabimi se gjim dot se. gjim dot. Kurse këtu, ndryshova dy rreshta, më doli gabim, aty te ato dy rreshta është gabimi. Po, tregon rreshtin me 3 kënqa hapse. Po. Tani, këtë shfaqja këtu tek display nuk këtu do ta bëj me një cikël që përsëritet dhe do ta bëj while true, këtë shembullin e kemi parë faktikisht edhe më përpara, Po, e kemi bërë Dakor. këto. While true bëj. Pra, përderisa e vërtet bëj, dhe këtu do ta mbyll me done. Dhe këto tre rreshta këtu i selektoj me mouse, i zgjedh dhe shtyp një tab që të fus brenda, se jam brenda while-it. Ctrl S, i bëj save. Tani, pasi kam bërë echo reply, Po të bëj kapsin, më të tutje. po. Po. Të trija këto, para fundit. Okej, i bën një save edhe quit. E bëre? Ja, po bëj Po. kapsin atë këtu. Në rregull. Po, shiko, ti nuk më bëj mua çfarë bëra. Të shpitali. Po, më shiko mua çfarë bëj. Unë bëra bëra dan, në direkt, që mos më ngatroj. Pastaj u futa këtu në mes edhe i bëra me Kapsin. po, i bëra me këtë. Kështu. Ops. Po. Një sekundë, sa të shikoj si bëhet undo. Shikojmë pak si bëhet undo. Ctrl Z. Okej. Bëj një Ctrl C tani? Edhe Ctrl C. Dhe tani e provojmë pra programin. Jap A, jap C, jap Q. Edhe programi vazhdon këtë punë, sepse kam bërë atë ciklin while që përcjellet vazhdimisht. Shfaqen unë, lexon një gjë, pastaj shfaq atë gjë, përcjellet prapë. E ndaloj me Ctrl C për momentin. Sa. Po. Tani e hapim edhe një herë në mikro. Shkojmë këtu te display menu, dhe këtu i vendosim një komand clear përpara se të shfaq menu. I vendosim këtë komandën clear këtu. Ctrl C, Ctrl Q, dhe e provojmë prapë. Dhe Ctrl Q. Po, Ctrl C, Ctrl Q. Dhe ndërpresim me shtojmë këtu poshtë display menu një clear. Po.
Pse nda do direkt? Jep një aty, jep A, jep B. Se tash që më thënë. Okej, në rregull. Po, tani puna që kjo nuk na e shfaq atë. Kur bëjmë këtu echo reply, nuk na e shfaq këtë, sepse direkt kalon tek që këtu nga echo reply, kalon direkt te display menu, se përshtytet pra ciklit dhe display menu i bën direkt fshije. I bën fshije ekranit dhe e fshin të echo reply këtu. Kështu që këtë mund ta përmirësojmë duke bërë një komand tjetër read -p prompti. Pra ky është prompti. Pra, pasi na shfaq këtë reply, japim edhe këtë prompt tjetër, press enter to continue, e cila do presi derisa ne të shtypim enter. Edhe pastaj vjen këtu display menu që bën komandën clear. Ctrl C. Ctrl C, Ctrl Q. Dhe e provojmë pra. Tani shtyp A. Del A-ja dhe pastaj del press enter to continue. Enter. Pastaj shtyp B. Press enter to continue. Kjo është më mirë, se na lejon të shikojmë një rezultatin që kemi shtypur dhe pastaj vazhdon prapë me atë. Dhe prapë do ta ndërpresim me Ctrl C këtu. Se akoma se kemi bërë atë që kur të shtypet qia, të mbaroj programin. Tani kalojmë pra tek mikro. Dhe në vend të kësaj echo reply do bëjmë një funksion që do ta quajmë process selection. Që i themi përpuno ato zgjedhje që do bëjmë ne, process selection. E hap funksionin këtu, e mbyll këtu, dhe këtu në mes do vendos këtë echo reply. Echo reply, Ctrl C, Ctrl V, dhe në vend të kësaj echo reply do them process selection. Dhe i jap si argument të reply. Po faktikisht kjo brenda këtij funksionit më vjen si $1. Pra argumenti i parë që i jap funksionit, brenda funksionit më vjen si $1. Atëherë do përkufizoj këtë local reply me vlerë $1 dhe pastaj bëj këtë echo reply. Dhe për estetik i fus edhe një rresht bosh këtu me echo më nxjerr një rresht bosh, i fus edhe një rresht bosh tjetër këtu me echo, sa për estetik. Ctrl C. Po. Bakës, pa vendosh. $1. Jo, se bërë një. Edhe këtë, dhe fusim këtu që më brënda, dhe këtu lëm edhe një rresht bosh, bëje echo.
vetëm një echo që të lëm një vend bosh. Edhe këtu bëjmë një echo që të lëm një vend bosh tjetër, një rresht bosh tjetër. Bëj Ctrl C dhe Ctrl Q. Ctrl C, Ctrl Q, e provojmë prap. Shtyp A. Press Enter to continue, shtyp B. Prap e njëjta gjë funksionon, vetëm që në të njëjtën mënyrë, vetëm që lëve këto rreshtat bosh sa për estetik. Press Enter to continue. Pra kemi bërë këtë menu. Tani prap do ta ndalojmë me Ctrl C. E hapim prap në mikro dhe këtu te process selection para se të bëj këtë echo reply do shikoj nëse reply është e barabartë me q. Pra, nëse reply është e barabartë me q, bëj exit. Exit e mbyll programin. Po gjithashtu të njëjtën gjë do ta bëj edhe nëse reply është e barabartë me q e madhe. Q e madhe dhe lë edhe këtë vendin bosh këtu që duhet patjetër. Pra, kontrolloj nëse reply është e barabartë me q e vogël, mbyllet programi. Po ashtu nëse reply është e barabartë me q e madhe, mbyllet programi me exit. Për ndryshe, po nuk qas që e vogla si e madhe, thjesht do bet kjo echo reply edhe kaq. Ctrl C. Po, tu je. E bërë? Po e bërë. Ctrl C, Ctrl Q dhe e provojmë prap. Shtyp A, shtyp... Se kam në shumë që është në kazë të përse. Po. E bërë të. Okej. Ctrl C, Ctrl Q. Ape dhe njështë të kështë bërë një gabim. Kjo këtu do një N me dy ampersand. Shift 7, Shift 7, edhe një tjetër, Shift 7, edhe në poshtë. Edhe atë poshtë. Po, bëj save. Se po më se të nuk Po, po se të... edhe që. Ctrl që. E provojmë, shtypim A, shtypim B, shtypim C, dhe pastaj do shtyp që e vogël. Kur shtyp që e vogël mbyllet programi, se i kemi bëjmë exit, po që reply që e vogël bëhet exit. Do ta provoj edhe një herë me që të madhe. Shtyp B, shtyp që e madhe. Ops. Prap exit. Pra edhe kur jap që e vogël, edhe kur jap që e madhe, programi mbyllet. Pra ky funksion i menus është kryer tashmë. Që janë vogël në mbyllën direkt pa shtypon këtë Ctrl C. Prandaj aty është puna që se këtu menuja na thotë që po shtypë qen, duhet të dalim nga programi. Këtë po bëjmë ne, po bëjmë që. Po ne shpjegoj me radhën e katë. Ashtu. Kur të shtypim që ose që e vogël ose që e madhe, duhet që të dalim nga programi. Këtë bëm tani. Këto tjera do t'i bëjmë pak më vonë, po i bëjmë pak nga pak. Po bëjmë një herë këtë tani. Tani e hapim edhe një herë programin. Dhe këto tre rrestat që kemi bërë ne këtu, mund t'i shkruajmë në një mënyrë tjetër. Unë po i komentoj një herë, po pastaj do t'i fshij. Po thjesht po i bëj një herë koment dhe do t'i bëjmë me një case, sepse është më e përshtatshme me case, sepse atë case do ta përdorim edhe kur të shtypet A, edhe kur të shtypet B, edhe kur të shtypet C. Kështu që po bëj case reply in. Këtu bëj që e vogël ose që e madhe, klap rrumbullake. Shkruaj
echo program terminated bëj dhe fundreshti /n fundreshti dhe pastaj bëj exit që e mbyll programin dhe pastaj bëj këto pikpresje dyshe që mbyll këtë rastin këtu, këtë case, e mbyll me pikpresje dyshe. Pastaj rasti tjetër bëj yll. Ylli është çdo gjë tjetër. Bëj echo reply. Dhe e mbyll me dy pikpresje. E tani që për ato mund t'i fshi këto, selektoj dhe shtyp backspace. Ctrl+C. Slash tjetër, nga ana tjetër, slash. Krahun tjetër. Po, Se zonë këtë shumë. aty. Këto dokumentat do të fshihen. Jo, një sekundë, nuk e mbaruar. Tu kemi dhe një exit, që mbyll programin. Enter. Ke pikpresje dyshe, që mbyll këtë rastin me që. Enter. Kemi rastin tjetër me yll. Rasti tjetër me yll, do të thënë else, çdo gjë tjetër, bëj echo reply. Jo, të vure në një drejtim me që. Yll edhe klap. Po, enter. Kalon 4 vende bosh, brenda, ose 3 siç e ke vërtet. Bëj echo reply. Pra, ylli është rasti tjetër. Çdo gjë tjetër. Yll do të thënë çdo gjë tjetër. Pra, nëse reply është që ose që, bëj këtë. Për çdo gjë tjetër, bëj echo reply. Po, do mbyllesh edhe, edhe unë e kam harruar këtu, ja, mi që e tham, do mbyllim edhe këtë case. Case e mbyllim me esakt. Vim në drejtim këtu, në këtë drejtim, edhe shkruajmë. Pra, si që kemi if që mbyllet me fi, kjo komanda case mbyllet me esakt, që është case për së prapti. E shkruar së prapti. Si puna e klapave, që janë, do të thënë, pasqyre njëra tjetrës, edhe kjo case esakt, sikur janë pasqyre njëra tjetrës, si punë klapash. Ctrl+C. E bëre? Po, ishi dokumentet. Ashtu, Ctrl+C, Ctrl+C. Ctrl+C, Ctrl+C, e provojmë prap, dhe do që të funksionoj prap njësoj. Në qëse shtyp A, është rasti me yll. Qëse shtyp B, është rasti me yll. Qëse shtyp C, është rasti me yll. Edhe po shtypën që tjetër, që ato që të shtyp është prap rasti me yll. Por, në qëse shtyp që e madhe ose që e vogël, këtu ka një problem. Kemi bërë diçka gabim këtu. Sepse me që doj që këndute. E ndaloj me Ctrl+C. Shiko që kam bërë. Këtu ndryshoja është reply. Këtu e kam bërë replay. Ka arruar njëshin. Jo, nuk kam arruar njëshin, po kam shtuar këtë anë tepër. Kur shtoj këtë anë tepër, kjo është ndryshore tjetër. Është komplet ndryshore tjetër. Shkoj si që lexojnë. Jo, duhet që ta shkruaj një lloj. Pra, siç është emri i ndryshores këtu, atë duhet bëj këtu, se përndryshe kjo është një ndryshore tjetër dhe është bosh, nuk ka vlerë. Dhe për fat keq Bashi nuk na lajmëron kur ka një ndryshore të pa inicializuar.
Kështu që e korrigjojmë të, Ctrl S, Ctrl Q, e provojmë prap. Shtyp A, shtyp V, shtyp një lloj gjëje çfarë do, por nëse shtyp Q, më thot program terminated edhe mbaron. Dakor, edhe ti ke bërë një gabim, ndaloja me Ctrl C dhe hapet ta korrigjojmë. Të njëjti gabim ke bërë ti, po unë e korrigjova, ti se korrigjova. Jo, po ishte këtu në të pash, ishte këtu poshtë. Po pra kjo aja këtu ishte tepër. Jo, e ta shkruaj kisha për këtu, hava të shëve lartë. Okej, dakor. Në tani bëj Ctrl C edhe testoj prapë. Shtyp që program terminated, në rregull. Këtë donim të bënim, ne? Tani vazhdoj prapë përmirësimin e programit. Dhe këtu tek procesimi, këtu ku procesojmë atë shkronjën që është zgjedhur, do shton një rast tjetër për anë. Pra këtu kemi rastin për qenë. Poshtë kësaj do shton një rast për anë. Atëherë shkoj këtu në fund, shtyp enter, dhe them a e vogël ose a e madhe, prap rrumbullake. Dhe për njësësit qës edhe anë. Po, poshtë qës do bëjmë anë. Rastin kur ka shtypur a. Atëherë bëj echo minus e dhe këtu bëj a pik system information. Bëj dhe këtë slash n që të kaloj në rreshtin tjetër dhe komanda tjetër këtu poshtë është echo hostname 2 pika dhe këtë ndryshojmë hostname që më tregon emrin e kompjuterit. Dhe pastaj këtu poshtë bëj edhe komandën uptime. Komanda uptime më tregon se sa kohë është ka qenë i mbezur ky sistem dhe ca informacione dhe të tilla të ngjashme. Dhe e mbyll këtë rast me doppio pikpresje. Pra e mbyll rastin A. Pra në rast se shkronja e shtypur është A, atëherë bëj këto gjëra. Apo nuk bëj display. Te A pik system. System, po dakor, edhe mund ta bëjmë atë system information jo kaq. Jo, vetëm kaq, system information. Se më dha më display atë. Jo, nuk ka rëndësi. Kjo është një mesazh që ose mund ta bëj system information 2 pika. Po mund ta bëjmë display system information. Nuk ka rëndësi se çfarë shkruajmë aty. Mund ta bëjmë display system information. Ctrl C. Edhe tek system information me këtë komandë shfaq emrin e kompjuterit, hostname, dhe kjo komanda uptime më tregon disa gjëra rreth këtij sistemi. Kur është mbezur, sa kohë ka mbezur e kështu me radhë. Sa gjëra. Vëlla që do t'i shikojmë. E bën? Echo hostname. E para. Këtë këtu pse nuk e ke vënë në një drejtim? Ajo është e palëndrueshme ashtu. Në një drejtim me qenë, se kam do dhe një kështu. Po. Tani ndrojmë këtë rast me doppio pikpresjen dhe bëjmë edhe atë që tjetër. Ato dy rreshtat e tjera. Që mos ta harrojmë pikpresjen.
Në rregull është. No, me anda me qenë, në rregull. Okej, ja ta provoj dhe unë këtu, Ctrl Q. Qëse shtypim anë, bëjmë të echo display system information, pastaj host name, më nxjerr emrin e kompjuterit. Pastaj komanda uptime më nxjerr këto gjëra këtu. Që çfarë tregon ka 41 minuta që është mbledhur kompjuteri, është një user mirë që po e përdor edhe ngarkesa mesatare këto gjëra. Kjo më tregon kohën tani, sa është ora tani. Press enter, shtyp B, nëse shtyp B, akoma s'kam bërë gjë për B. Nëse shtyp C, akoma s'kam bërë gjë për C, edhe që është e mbyll, program terminated. Atëherë shikojmë çfarë do bëjmë një gjë për B aty. B-ja ka display this space utilization. Atëherë shtojmë një rast këtu poshtë rastit A. Rast tjetër, poshtë rastit A. Po, do shtojmë nëse ai përdoruesi ka shtypur B e vogël ose B e madhe, do bëjmë këto gjëra. Echo minus E B display disk utilization. Disk space utilization. Lëdhe një resht bosh, pra kjo më printon një fund reshti, dhe këtu poshtë me çfarë do t'i bëj display system utilization me df minus h pik. Dhe e mbyll këtë rast me doppio pikpresje. Ctrl C. Jo, të futet që këtë. Po, të havë brevë se. Minus E. Kërë të qëtë? Pik. Pra, për të parë se sa hapësirë disku është përdorur, përdorim të komandën df me opsionin minus h, që është human readable, edhe kjo pik është për direktorin ku ndodhemi. Edhe do ta shikojmë se çfarë ndjen që komanda df minus h. Po, Ctrl-C, Ctrl-C, e provojmë. Tani anë ne kemi provuar. Provojmë edhe B-n. Në të kapaj në kapim të e bëja. Po. Hapësira. Po, pra se këtu, këtë rast mbyllim edhe me dy pikpresje, që ti ka arruar në mbyllësh, dhe këtu kemi uptime. Është pa me një të. Bëjse ishin këto dy pikpresje që se kishën mbyllur atë rast. Bëj Ctrl-C, Ctrl-C, provoj edhe një. Po. Ashtu, disk space utilization është ajo komanda df-h që më tregon madhësia e diskut është kaq 173 giga, 48 giga është përdorur, janë të lira 170 giga, është 29% e ngarkuar disku. Edhe kështu. Tani shtyp qen e mbyll këtë. Do shikojmë dhe rastin C, display phone space utilization.
Do shtojmë dhe rastin C këtu, pra nëse përgjigjja, nëse reply është C, C e vogël ose C e madhe, vendosim klapën e rrumbullake nga brapa, kalojmë te rreshti tjetër, futemi çik më brenda dhe bëj këtë echo, sot pik, home space utilization, po e mbyll këtë me 2 pikë prese që mos ta harroj, dhe këtu tani këtu do ta bëjmë me një funksion. Do thras të funksionin display home space utilization, që akoma se kam krijuar këtë funksioni, po do ta krijoj këtu më poshtë. Atëherë do krijoj këtu më poshtë funksionin display home space utilization. Jo. Këtu mbrapa këtij funksionit do krijojmë një funksion të ri. Do shkruaj display home space utilization. Underscore, vis poshtë, space utilization. Shikoj këtu, ja, një lloj si kjo këtu. Do ta bësh një lloj si kjo këtu. Po, jo, s'ka. Po, vazhdo shkoj tani. Se po e bërën ndryshe, sta një shkoj të bësh gabim. Apë rrumbullaki. Po, apë edhe një klap gjatë brushe. Kaloj poshtë, dhe këtu shkruaj këto dy rreshtat, echo edhe komandën DU.
Dhe poshtë komanda du minus s minus h, që i shkojnë bashkë minus sh. Komanda du ka kuptim disk usage. Pra, tregon se sa përqind e diskut është përdorur. Opcioni minus s është summary. Do me thënë që tregon për gjithë direktorin, jo për skedarë veçërësh, dhe opcioni minus h është për human readable, që i tregon matësit me kilobajt, megabajt, gigabajt, që janë të kuptueshme kollaj nga njerëzit. Pra, do shikojmë, kjo direktoria home është për këtë userin, pra përdoruesin korrent, për përdoruesin që është loguar, pra për atë përdoruesi po ekzekuton këtë skript. Pra tregon vetëm për atë direktorin home, përdorimin e direktorisë home të përdoruesit që është loguar. I bëjmë Ctrl S. Lërë se mire ke, Arbi. Lërë se mire ke. Jo, po, Ajo është komend, nuk të prishmon. Ja, për këtë pjesë. Bëjtë të këtu, se ato mirë. Një sekundë, nuk e bërë. Këtu ke një gjë këtu, për të shkojë. Do, vision, home. është minus sh. Edhe këtu, kjo është utilization, për të për utilization. Bëj Ctrl S? Po, e provojmë. Tani, po shtyp B, disk space utilization, po shtyp S, home space utilization, dhe ajo, komanda DUHS më nxjerr këtë që është direktoria e përdoruesit është /home/uv, edhe madhësia është 12 GB. Pra ka 12 GB skedar me madhësi 12 GB. Press Enter, shtyp Q. U lodhëm qikë. Kemi dhe pak, se kemi mbaruar. Kemi dhe pak. Do vemi pra këtë funksionin, display home space utilization, dhe tani këtë do ta përmirësojmë këtë funksioni që nëse përdoruesi që e ekzekuton këtë komandë, këtë programin menu, është super user, atëherë do t'rregoj madhësinë e përdorimit të gjithë përdoruesve. Pra, jo vetëm për përdoruesin korrent, por për gjithë përdoruesit. Atëherë shkoj këtu dhe bëj një if. If këtu vendos dollar ID minus u, me këtë marr ID-n e përdoruesit që po ekzekuton këtë komandë, këtë programin menu. Nëse ID-ja është e barabartë me 0, i bie që këtë jetë super user, atëre do bëhet një gjë këtu, përndryshe do bëhet një gjë tjetër, e mbyll këtu me FI, i fus këto pak më brenda. Pra, këto gjëra që bëjmë tani do bëhen për një përdorues normal. Pra, një përdorues normal, programi i tregon përdorimin e direktorisë së tij. Për një përdorues që është super user, që ne e testojmë me këtë komandën këtu, do të tregoj përdorimin e direktorisë të gjithë përdoruesve. Atëherë echo home space utilization all users
Dhe këtu do përdojmë prapë komandën du. Por, për të gjitha për direktorit e gjithë përdoruesve, pra /home yll direktorit e gjitha përdoruesve. I bëj Ctrl S. Nuk pas këtohes. Jo. E bëjmë këtu else. E mbyllim këtu me I. Dhe këtu bëjmë këto të komandat e tjera. Echo home space utilization all users. Kjo është komend, mos u lodh shumë këtë se është komend, nuk ka rëndësi. Bëj komandën më poshtë. Komend, do të thënë është mesazh, është string, nuk ka rëndësi. Është si për komend me folje. Jo, nxjerr, jo, nuk fase, tash unë është mesazh që del aty, nuk ka rëndësi, është ka rëndësi do të tapesh. Edhe për fat një shkronjë gabim nuk i shkon. Komanda poshtë ka rëndësi, po. Po. Me shift 8, jo me shift 8. E vetë më poshtë. Dakor, mësoj që ta bësh me shift 8. E di vetë, më poshtë. Mësoj që ta bësh me shift 8. Se laptopi nuk e ka këtë pjesën e Po, laptopi e di. Ashtu. Bëj Ctrl C, Ctrl C. E provojmë. A, B, C, tani kjo prapë në nxjerr rastin e dytë, rastin else, që e mbyll. Po ta bëj këtë programin me sudo, ta provojmë me sudo. Po ta provojmë me sudo. Po jap një C. Në rregull që jam mbyll mua. Dakor. Po me kanë që në qoftë se zbatohet si administrator, pra në qoftë se kjo komanda menu thirret nga administratori, ne mund ta thrasim si administrator me komandën sudo, dhe në qoftë se ne kemi display home space utilization, atëherë ajo do të nxjerrë home space utilization për të gjithë përdoruesit. Edhe mua më del që na nxjerr home space utilization për të gjithë përdoruesit. Provoj edhe ti me komandën sudo. Pra, e thrasim të menu dhe i japim sudo përpara. Që ta ekzekutojmë si administrator. Pra me sudo. Jepi C. Edhe të ta nxjerrë për gjithë përdoruesit, po ti vetëm dy përdoruesit e këtu. Kështu që Që kem pa gjatë përsinëve. Po, në rregull. Bëj enter edhe Q. Të ta mbyllim. Tani, shiko, unë po e thras edhe një herë, dhe nëse unë shkruaj një gjë. Nuk e di, ja shkoj. Dakor, më nxjerr të. Po kjo s'është mirë. Unë nëse shkruaj një gjë që s'është A, s'është B, s'është C ose s'është Q, do të them që kjo është gabim. Atëherë do ta hap programin. Dale, e mbyll me Q, do ta hap programin dhe do t'i them që mikro. Dhe do t'i them që nëse nuk, pra nëse reply
frikë e Po. ka. Pra, nëse reply nuk është kontroll Z. Nëse reply nuk është Q, nuk është A, nuk është B, nuk është C, që i bie rasti yll, nuk do të them echo reply këtu, po do të them echo invalid entry. Do me dojtë të tre. Po, do ta bëj këtu echo invalid entry reply. Pra, nëse shtyp një gjë tjetër që nuk është ndonjë nga ato shkronjat e menus, atëherë do të nxjerrë këtë mesazh që është, domethënë, ajo që e vjen ti nuk është e vlefshme. Nuk e njeh programi atë. Invalid entry edhe Fonizateke të re. po, janë çik me siklet për ndër ato fonizateke se ta nxjerr dysh ajo, sa herë që nxjerr, sa herë që shtyp një tjetër, shtyp edhe fonizën mbyllse. Po. Një të të Po. qifte. Po, ta nxjerr prapë dyshe këtë. Rregulloj, po. Bëj save edhe ta provojmë. Save click edhe ta provojmë. Control C, Control Q. Tani po shtyp një gjë kështu kotun, do të invalid entry. Okej. Në rregull. Shtyp Q e mbyll programin. Po. Tani e hapim edhe një herë të bëjmë një rregullim të fundit, një përmirësim të fundit të programit. Shkojmë në fund. Tani pjesa kryesore e programit është kjo while, true, e kështu me radhë. Atëherë, këto unë mund ta fus në një funksion kryesor që e quaj main. Funksioni main e hap klapën e funksionit këtu, e mbyll në fund, i selektoj këto rreshtat dhe i jap një tab që t'i fus çik më brenda. Dhe këtu poshtë do ta tras funksionin main. Tras funksionin main duke i kaluar gjithë parametrat nëse ka. Në këtë rast nuk ka programi, po zakonisht kështu thirret. Call main. Ka shtohet të që më të shtu. Të kjo nuk të ishte 5 Agi mos i shikon numrat. E se kam... E ke gabim, pra mos i shikon numrat, shiko programin. Shkroj main, në rregull e kjo, nuk. Mos e shiko rresht jashtë, rresht një kaq. Vetëm shiko atë strukturën e programit. Jo, me klapa gjatrushe. Po, shko në fund edhe ashtu shumë. Jo. Me mira të ishte kështu. E fshim këtë dhe e vendosim klapë gjatrushe këtu në fund, sepse këto janë ato që do të me mbyllë. Tani selektoj atë while-in deri në fund, selektoj me mouse edhe shtyp tab. Edhe këtë. Jo, aty. Edhe dan. Të gjithë po, shtyp tab. Ashtu. Tani këtu e të fizuam, e krijuam funksionin main, tani do të trasim, shkruaj main edhe pa klapa, vetëm main. Main mund t'i vendosësh edhe këtë. Në rastin e këtij skripti kjo nuk na duhet, nuk na jep punë, po nëse bëjmë një skript tjetër, është një që të vihet edhe kjo. Se kjo i kalon të gjithë argumentat. Pra çfarë Nëse të bëhe me folje, nuk ka rëndësi ta shkruaj. Jo, komente. Pra, kjo i kalon të gjithë çfarë argumentash i japim ne skriptit, kjo ja kalon funksionit main, të gjitha. Në këtë rast skripti jon nuk përdor argumenta, po në një rast tjetër, në një skript tjetër mund të përdor argumenta, kështu që mirë është ta vëmë edhe këtë gjithmonë. Bëj këtë, bëj save. Bëj save. Dhe
Tani që bëm këtë funksionin main mund ta marrim dhe ta vendosim në fillim të skriptit. Atëherë e selektoj gjithë këtë, më shiko pak, Arvi. E selektoj gjithë, Ctrl X i bëj cut dhe shkoj në fillim të programit dhe këtu i bëj Ctrl V, paste. Pse e ka sërë në hoqë. Po kur te mos shiko këtu. Se me sërë me nda se marrë. Mirë, dakor. Tu që janë shkruar të gjëra që nuk ishte. Ja, ka që. Tani, selektoj gjithë të funksionin main me mouse. Këtu të 52. Mouse, po, tek main, unë tek main që të ma 52-shin. Po, funksionin main, gjithë, edhe klapën mbëllëse. Po, Ctrl X, shko në fillim. Shko aty si për display, menu, Ctrl V. Që i bëm paste, lëmë edhe një poshtë. I bëjmë Ctrl C dhe e provojmë për herë fundit. Ky është versioni final, nuk i përmirësojmë në gjë tjetër. Ctrl Q, e provojmë. Shtyp A, System Information, press Enter. Shtyp V, Disk Space Utilization, press Enter. Shtyp C, Home Space Utilization, press Enter. Shtyp Q, e mbyll. Okej. Komandat e Linuxit i mbaruan. Po të duash, bëjmë edhe një program të fundit në Python, apo si thua, apo je i lodhur, ta mbyllim me kaq. Kam plot, se 12 e kupon. Në rregull, do të bëjmë 2 minuta pushim, edhe pastaj programin nota. Okej, bëjmë 2 minuta pushim, edhe ndërkohë bëjmë gati. Forse të vazhdojmë të shikojmë atë të Andit Games sa. Pastaj, e shikojmë pastaj atë. Po na doni kohë, se ta bëjmë Python. Po. Atëre, unë po shkoj te problemat 11-20. Jo, në ta këshe pasur, se të Dakor. shkërë vjetën të i. Dakor, po do vim të problemin 12. Okay. Ngriu pak në punë që të shplodesh. Po se, shkojnë pak për Po, shkojnë.
Shiko, ta diskutojmë njërë, ta kuptojmë njërë këtë problemin para se të mundohemi ta zgjidhim. Na jepën disa moneda dhe na thotë që i vendosim monedat në formë trekëndshme. Për shembull, vendosim 1 në rreshtin e parë, vendosim 2 në rreshtin e tretë, vendosim 3 në rreshtin e katërt, e kështu me radhë derisa të mbarojmë monedat. Dhe thotë që sa është kjo brinja e trekëndshmit që mund të formojmë, ose sa është lartësia e trekëndshmit, është e njëjta gjë. Nëse është brinja 3, edhe lartësia është, do të ka 3 rreshta. Ka 3 rreshta, ka 3 ashtu në brinjë. Për shembull, nëse këtu poshtë kemi disa raste testimi, pra kemi 3 raste testimi. Nëse kemi 3 moneda, vendosim 1 këtu, 2, 3. Atëre përgjigjja është 2, se na formohet vetëm ky trekëndshi me brinjë 2. Pra edhe një herë këtu. Nëse kemi Nëse kemi 4 moneda, atëre vendosim të parën, dakor, vendosim të parën, vendosim të dytën, vendosim të tretën, vendosim të katërtën, atëre prapë përgjigjja është 2, se nuk formohet trekëndshme me brinjë 3. Nëse kemi 5 moneda, vendosim të dytën, prapë përgjigjja është 2. Nëse kemi 6 moneda, vendosim të parën, vendosim të dytën, vendosim të tretën, vendosim të katërtën, vendosim të pesën, vendosim të gjashtën, atëre në këtë rast përgjigjja është 3. Sepse mund formohet një trekëndësh me 3 rreshta ose me brinjë 3. Po nëse kemi 7, përgjigjja është prapë 3. Nëse kemi 8, përgjigjja është prapë 3. Nëse kemi 9, përgjigjja është prapë 3. Nëse kemi 10 moneda, përgjigjja bëhet 4, se në këtë rast formohet trekëndshi me brinjë 4. Nëse kemi 11, përgjigjja është prapë 4. Atëre do të bëjmë një program që t'i japi këtë përgjigje. Na jepet numri i monedave dhe duhet të gjejmë se sa është kjo brinja e trekëndshit që mund të formohet me këto moneda. Edhe kur formohet ky trekëndshi mund të ngelen disa moneda, sepse nuk e formon një trekëndësh të plot. Pra rreshti i fundit është i paplot. Pra mund të ngelen disa moneda. Ja ta fshim këtu. E hapim atë tonin dhe bëjmë një këtë input i këtij stë. Save P012.txt. Po kopjojmë një këto testet që janë këtu, pastaj nuk shtojmë edhe testet tjera. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, save. Kryejmë një program të ri, save, P012.py. Atëre, do lexojmë një atë rreshtin e parë të inputit, që është numri i testeve, dhe do bëjmë një cikël që përsëritet kaq herë. Pastaj do lexojmë numrin e monedave në një bazë me int input. E printojmë numrin e monedave, sa për të qenë sigur që po i lexojmë gjërat tamam, edhe testojmë një këtë, pastaj vazhdojmë me zgjidhjen.
Pra, lexoj 9 këtu që është 3, e printoj. Lexoj 9 që është 5, e printoj. Lexoj 9 këtu është 7, e printoj. Deri këtu jemi në rregull. Ta bëj edhe kontroll këtu. Okej. Deri këtu jemi në rregull. Tani e bëj koment këtë dhe do vazhdojmë tutje. Ashtu. Tani do vazhdojmë me zgjidhjen këtu. Do marrim një ndryshore L, që është lartësia e trekëndshit, që do jetë edhe përgjigja. Dhe fillimisht është 0, se s'kemi vënë asnjë monedhë. Po i vë dhe komentin këtu. Tek komentin. Se pas vetëm për koment, se do të spam autokoment. Pas për pjesën që bën se pa bën për koment. Tani do marrim një ndryshore që do ta quajmë L, që është lartësia e trekëndshit që do formohet. Prandaj ja vë këtë koment këtu, lartësia e trekëndshit. Dhe fillimisht jam vlerën 0, se s'kemi filluar akoma ta formojmë trekëndshin. Pastaj do marrim një ndryshore tjetër, që e quaj S, dhe edhe kësaj do t'i jap vlerën 0, dhe kjo është sasia e monedhave që kemi harxhuar për të krijuar trekëndshin. Sasia e monedhave. Edhe kjo është 0, se s'kemi filluar të harxhojmë monedha akoma. Atëre, do filloj procesin e krijimit të trekëndshit pak nga pak, duke i shtuar monedha dhe duke parë që kjo shuma e monedhave që kanë përdorur të mos jetë më e madhe se sa n-ja, se n është numri i monedhave totale. Tani, te kjo s-ja unë mbaj se sa monedha kam harxhuar, kam vendosur deri tani, i vendos pak nga pak, vendos një monedhë për rreshtin e parë, pastaj vendos 2 monedha për rreshtin e dytë, pastaj vendos 3 monedha për rreshtin e tretë. Edhe ndërkohë i mbaj shumën e këtyre monedhave që janë vendosur, e mbaj tek s-ja. Edhe s-n gjithmonë do ta kontrolloj që të jetë më e vogël se n-ja. Po që se e kalon këtë n-n, atëherë aty do ndaloj, se s'ka më shumë monedha që të formoj trekëndshin. Atëherë do bëj një cikël while, që faktikisht është cikël i pafundëm, që përsëritet pafundësisht, për while true, tek s-ja do shtoj L plus 1.
në fillim L është 0, L plus 1 është 1. Atëherë do vendos monedën e parë, këtu vendos monedën e parë dhe e ruaj e shtoj edhe tek S-ja. Kjo plus baraz do të thënë që e shtojmë tek S-ja. Shtojmë L plus 1. Pastaj do kontrolloj nëse S-ja është më e madhe se N-ja, pra numri i monedhave që janë vendosur ose sasia e monedhave që janë vendosur është më e madhe se sasia totale e monedhave, atëherë s'kam çfarë vendos më, do ta ndërpres këtë procesin këtu, ciklin. Kështu që vendos në duplikat dhe them break. Kjo break më ndërpret këtë ciklin while, se faktikisht ky është një cikël i pafundëm, po këtu brenda unë them break dhe vjen një moment që do ndërpritet ky cikli me anë të kësaj komandës break. Do vjen një moment që do ndërpritet. Përndryshe, else, e kemi këtu tek ifi. Pra, përndryshe do të thënë që S-ja është më e vogël ose e barabartë me N-ën. Atëherë, nëse sasia e monedhave të vendosura është më e vogël, do bëj një cikël tjetër duke vendosur edhe një shtresë tjetër monedhash. Do ta provoj edhe me një cikël tjetër. Por tani niveli i monedhave është shtuar me 1. Domethënë tani nuk do vendos më një monedhë, por do vendos një monedhë më tepër, 2. Prandaj L plus 1. Pastaj kur të përsëritet cikli prap do vendos 3 monedha. Pastaj kur të përsëritet cikli prap do vendos 4 monedha. Dhe ndërkohë që i vendos këto monedha, i shtoj tek S-ja. Edhe gjithmonë e kontrolloj që S-ja të jetë më e vogël se N-ja. Nëse S-ja bëhet më e madhe se N-ja, atëherë ka mbaruar numri i monedhave, s'kam çfarë vendos më, do ta ndërpres ciklin while me break, edhe përgjigja është, domethënë se sa nivele janë vendosur, përgjigja është tek L-ja. Kështu që në fund fare kur të mbyllet cikli while, do fitoj përgjigjen që e kam tek faktikisht përgjigjen e kam tek L-ja. L-ja është niveli i monedhave. I bëj një save dhe e provoj programin. Dhe faktikisht kam një përgjigjen e saktë. Po provoj një. Po tani më të ndryshme. Tani, tu tek kjo unë mund të shtoj dhe teste tjera. Për shembull, 7 monedha do bëj po shtoj dhe një test tjetër 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tani, sa rreshta janë gjithsej këtu? Janë 13 rreshta, i bie që janë 12 teste, atëherë këtu do bëj numrin e testeve 12. I bëj save dhe e provoj edhe një herë. Dhe këtu, kur kam 3 monedha, mund të formohet një trekëndësh me brinj 2. Kur kam 5 monedha, prap një trekëndësh me brinj 2. Sepse duhen 6 monedha që të formohet një trekëndësh me brinj 3. Kur kam 7 monedha, mund të formohet një trekëndësh me brinj 3 dhe ngelet një monedhë tepër. Kur kam 8 monedha, prap formohet një trekëndësh me brinj 3 dhe ngelet një 2 monedha tepër. Kur kam 9 monedha, formohet një trekëndësh një trekëndësh me brinj 3 dhe ngelen 4 monedha. Por, nëse bëhen 10 monedha, atëherë mund të formoj një trekëndësh me brinj 4. Po të shtoj një, prap trekëndësh me brinj 4. Po të shtoj edhe një tjetër, prap trekëndësh me brinj 4. Po të shtoj, sepse do të shtoj edhe 5 monedha tjera që të bëhet një trekëndësh me brinj 5. Do të shtoj edhe 6 monedha tjera që të bëhet një trekëndësh me brinj 6. Tani, po
po e ull këtu unë edhe po bëj debug këtu. Debug që të shikojmë çfarë vlera shkan këtu. Këtë numrin e testeve po e bëj 1 këtu që të më marrë vetëm testin e parë. Pse s'të marrë. Nga që kam filluar debugin. Bëj stop. E bëj një numër e testeve, që ta mos ta zgjat shumë, që ta shkurtoj, i bëj save. Pra do më testoj vetëm të rastin këtu. Pavarësisht se janë të rreshtat e tjerë, meqense numri i testeve është 1, do më testoj vetëm të rastin me 3 monedha. Atëherë shkoj tek programi, startoj debugun, i bëj over, edhe një debug into po prit se kjo nuk lexon nga kur i bëj debug nuk lexon nga sketari Q012.txt, por është inputi këtu që pret një përgjigje. Atëherë i jap një rast testimi. Tani vjen inputi tjetër që do lexoj sa monedha janë. Po jap 3 një, 3. Shtyp enter, pastaj tani është 3. Dhe më del këtu n-ja e barabartë me 3. Nuk e kam bërë, dalë ta shoh edhe një, të bëj edhe një debug. Okej. Po jap një shin këtu. Në rregull. Po, se kjo është range 1, që ka vetëm 0. Vazhdoj. Më kërkon inputin tjetër, jap 3, që është numri i monedhave. Tani këtu nën e kam 3. Pra kam 3 monedha. Tani ekzekutoj këtë komandën me të derë, l-ja bëhet 0, ekzekutoj këtë komandën me të derë, s-ja me vlerën 0, ja ku kam këtu, s-ja 0 edhe l-ja 0. Pastaj vin puna tek while. Atëre, l-në kam 0, plus 1, 1. Atëre tek s-ja do shtohet 1-shi. E bëj këtë komandën, s-ja më bëhet 1 këtu. Krahasoj këtë kushtin, s-ja është më e madhe se n, s-ja është 1, n-ja është 3. S-ja nuk është më e madhe se 1, kështu që do kaloj këtu tek else. Kalon tek else. Tek else do e shtoj nivelin me 1, se e vendosa pullën e parë, tani kaloj te niveli 2, niveli 2 ka 2 monedha. Kështu që do ta shtoj lën me 1. Që është numri i nivelit, po edhe numri i monedhave në një nivel. E shtoj këtë, l-ja më bëhet 1. Tani kaloj tek tjetra, do shtoj 1 plus 1, 2 tek s-ja. Pra do shtoj, për nivelin e 2, do shtoj 2 monedha. Kështu që s-ja më bëhet 3. Se ishte 1, u shtuan dhe 2, u bë 3. Tani vjen tek kushti, është s-ja më e madhe se n-ja, s-ja është 3, n-ja është 3. Nuk është më e madhe se n-ja, nuk plotësohet këtë kusht. Atëherë do vi këtu tek rreshti break. Jo, nuk vjen se s-ja nuk është më e madhe se n-ja, janë barabarta. Pra nuk është më e madhe se n-ja, vjen tek rresht tjetër, l plus 1. Pra kaloj te niveli tjetër. Kaloj te niveli tjetër, i shtoj l+1. Atëherë l-ja më bë 2, që kanë kaluar 2 nivele. Vi tek rreshti tjetër, s-ja me vlerën l plus 1. L-ja është 2 plus 1 3. S plus 3 bëhet 6. Ja, ku po s-ja 6 këtu. Është s-ja më e madhe se n-ja, tani po, s-ja është 6, n-ja është 3. Është më e madhe se n-ja, do vi këtu tek break. Kur bëhet komanda break, dilet mbaron cikli while.
dalim nga cikli while, vinte komanda e fundit që është print l, edhe printohet përgjigjja që është 2. Edhe mbaron programi.